Ne e dim që shkojmë të... E dim që dihet që Greqia ka pas u kryer shteti i ri i pavarur, e ka pas qëllim që krijohet idenë megalidhes. Dhe këtë ide hodhi një kryeminist grek me origjinë nga Epiri, Jani Koletis, dhe i cili ishte vlla Epiri në fakt. Vlla, sa thon shqiptarët ka vlla, po. Jo, është vlla Epiri dhe e hodhi megalidhen, jo më kohë thonë që streha e fundit e çdo nacionalist, e çdo horri është nacionalizmi, sepse në atë kohë kishte akuzat të mëdha për korrupsion ndaj tij. Po. Dhe ai për të shmangur këto akuzat, të cilat mund ta çonin në arrest, i më hodhi idenë e megalidhes. Është domethënë gjëja më e mirë të shkojmë në luftë, siç po ja bën Vučići tash që nga që ka akuzat të mëdha korrupsione, ashtu po çon Serbinë drejt luftës. Janë dhe mundësia zgjidhjeve të reja në Serbi dhe e duan këto gjëra. Dhe tentativa e parë serioze për të pushtuar përmend fjalën Epirin, përmend për të grek, term grek, po Shqipërinë e Jugut. Epiri në fakt është term i lashtë, nuk është grek. I lashtë, po tani kanë përveçuar ata. Ky është problemi jonë, që lëshojmë termat kot. Politikë Epirin. U bën në vitin 1854. Mirë po, forcat shqiptare të kryesuara nga Ismail Vlora, gjyshi Ismail Qemalit, pavarësisht pavarësinë, gjyshi i tij i vuri përpara grekët. Do më thënë, Ismail Qemal Vlora, gjyshi i vjetri, Ismail Vlora, i vjetri, gjyshi Ismail Qemalit që falli pa marsin. Ata emra marrin e gjyshit. Po, e kemi zakoneve, këtë është. Dhe ky vuri përpara. I vuri përpara. Në tentativën e parë greke për të pushtuar Janinën. Zakonisht ata grekët përdorin taktikën, përdorin dhe serbët dhe malazezët, nuk futin në ushtrin e rregullt, po futin banda andartësh, kriminalësh, të cilët trupa paramilitare që përdorin dhe në Kosovë, në Kosovë serbët, për të mos e implikuar. E qartë, ushtrinë e rregullt. Arkanin që përdorën në Bosnjë dhe në Kroaci. Po, taktika e njohur jo. Në shkurt të vitit 1878, nga Korfuzi zbritën 600 andart grek. Kishte edhe mercenar shqiptar dhe sulmuan ndërmjet me Sarandën dhe betejë më e madhe u bën qaf 6. Dhe aty nga 600 andart grek u vran 500 vetë, dhe 100 shpëtuan që u kthye ikën në Greqi. Aty kur pushtuan Sarandën, ata e shpadhën atë kryengritjen e madhe epirote. Kështu e quhen ata. Kjo është tentativa e dytë. Tentativa e tretë në vitin 878. Do të thonë 24 vjet pak ashtu. Tu do të thërë një moment që ka rëndësi. Në vitin 1880 e dim që Malezi mori plavën e Gucin. Edhe ai priti një kohë gjatë që ta merrte në mënyrë paqësore, nuk e merrte dot sepse Turqia nuk tryte për shkak të rezistencës fortë shqiptarëve. Edhe në fund të dhjetorit 1879 dhe fillim të janarit u bë një betejë e madhe në plavë Guci, ku ushtria e lidhjes Prizrenit u përlek në ushtrinë, jo se ka lidhje me Greqinë, mundi ushtrinë, gjithë ushtrinë malazeze me 14.000 vetë. Ushtria malazeze gëzolte një reputacion shumë të shquar lutharak. E kishte mundur vazhdimisht ushtrinë turke, kishte fituar fillim autonominë, pavarësinë. Dhe ç'a ndodhi tani? Komiteti shqiptar lidhjes Prizrenit në Janinë, e kupton, mori masa që nëse grekët do të sulmonin prapë, e njëjtë gjë do i përgjigjej dhe u tulatën grekët, e kupton, duke parë disfatën e madhe. Rezistencën në plavë dhe Guci. Po, atëherë u tulatën dhe nuk bën mend rryrje dhe shkallë të gjërë. Tentativa tjetër është në vitin 1897, kur ushtria greke, rreth 70.000 vetë, sulmojnë dy drejtime, në drejtim të Thesalis dhe në drejtim të Epirit, të Shqipërisë Jugut. Dhe atje ushtria turke, me rezervistë shqiptar, me vullnetar shqiptar, do të thënë e vuri përpara ushtrinë greke dhe që komandohej nga Pristi Konstantin, djali mbretit Jorgo, dhe nga një general grek me emrin Sapunzakis, që merr pjesë në rrethimin e Janinës, por që çamët i thoshin general Sapuni atje, Sapunzakis. Dhe aty u shpartallua ushtria greke për 30 ditë. Dhe mos qenë ndërhyrja e Anglisë, Francës, Rusisë, fuqive të mëdha, ata mund të futeshin në Athinë. Edhe për çudi ndodhi diçka e papritur, do të thënë turqit fituan në anën ushtarake, por nga ana diplomatike humbën, sepse fuqitë të mëdha kërkuan që Kreta të shpallej autonome, të kishte një
një guvernator formal të Turqisë. Domethënë kjo një fitore e madhe për Greqinë, kjo që morën Kretën. Atëherë në këtë betejë unë do përmendja dy figura që janë shumë, ka marrë pjesë Esat Pash Toptani, ishte komandant Zhandarmerie në Janin, dhe vllai i tij Gani Bej Toptani, i cili ishte komandant i regjimenti rezervistësh shqiptar. Dhe Hasan Riza Pasha, i cili më vonë bë komandant i korpusit të Shkodrës, të tre këta u dekoruan, u ngritën në grada për meritat e tyre nga Sultan Hamiti. Esat Toptani u bë general divizioni, ky Gani Toptani u bë nën koronel, do bë bodyguard kryesor i Abdulhamitit, kurse Hasan Rizaj u bën gradën nën koronel. Dhe aty u krijoi njëja e parë, po them, ndërmjet Hasan Rizajt edhe Esat Toptani, që do shkonin të dy në Shkodër për ta mbrojtur Shkodrën. Më bëri përshtypje diçka që më tha dje. Hasan Riza Pasha, sa thuhet, ka qenë turk, por në fakt e pas ka pasur nënën shqiptare, apo jo? Të sipas Didur Hamit, në aty ishte shqiptare. Babai i tij ishte Valin Bagdad, disa thonë nga Bagdadi, po është, më duket se është nga veriu i Turqisë, më duket, nuk jam i sigurt. Thuhet që është kurd. Nga babai. Kurd, po. Ishte oficeri më i përgatitur i ushtrisë turke. Bile kur mbaroi akademinë ushtarake në Berlin, ndërlësimi që u bë për të, tha, ky më drejtoi shtabin e përgjithshëm të ushtrisë turke. Dhe ishte fat i madh për Shkodrën që ai vajte komandanti i korpusit Shkodrës. Okej. Do bëjmë emision për Shkodrën. Atëherë, në kolonel, ky ishte konteksti, domethënë Turqia dhe shqiptarët bashkë me Turqinë, ose shqiptarët kryesisht dhe Turqia, i kishin mundur tek e tek që të gjithë fqinjit e tyre. Mundën malazezën dhe plave në Guci, mundën serbët, mundën grekët. Fqinjit e kuptuan që të vetëm nuk kishin çfarë ju bënin shqiptarëve. Vetëm shqiptarët e mundën vetëm për vetëm ushtrinë turke. Kjo nuk mund mohohet. Dhe shumë historianë të huaj e thonë që shqiptarë punuam për Rahatët Ballkanik. Pse? Dha shembull Hasan Prishtinës, të vi ai me 40 vjet luftëtar në Shkup, nga Kosova, dhe ushtria turke nuk reagoi fare, dhe kjo ishte ndihmë e madhe për Rahatët Ballkanik. Në një kohë që fuqitë e mëdha ishin kundër luftës ballkanike. Dhe Rusia, dhe Anglia, dhe Franca i thoshin satelitëve tyre që mos e sulmonin Turqinë se do t'i mundi. Turqia ishte 27 milion banor, këta të tre shtete as 10 milion nuk bënin bashkë me njëri tjetrin. Mirë po çfarë ndodhi? Dobësit që çfarë ushtria turke në përleshje me kryeministin shqiptar, ata i vlerësuan drejt. Dhe thanë, kur këta shqiptar, pa artilleri, e kupton, pa meteoroloza, pa logjistik, pa gjë e mundën ushtrinë turke, po ne, e dyta. Dhe sinjalin e parë që do të Perandoria Otomane do shkatërroi edhe për çudi Italia. Bismarck në Kongresin e Berlinit tha për Italinë që i është hapur oreksia pa i dalë dhëmët Italisë. Mirë për çfarë ndodhi tani? Në vitin 1911 kjo Italia pa dhëmë nxori dhëmët edhe sulmoi Libin dhe pushtoi. Libia ishte pjesë e Perandorisë Otomane. Mbasi e pushtoi atë, pushtoi ishën Doganezit, pastaj çoi torpedat në ngurësitë e Dardaneleve. Dhe kjo dha një sinjal që Perandoria Otomane nuk është e paprekshme, pavarësisht se Austro-Hungaria dhe vendet të tjera ishin për rrugën e statu quo-s. Mund ta sulmojmë dhe mund ta mundim. Dhe është interesant se në 14 tetor 1912 në Lozan, Zvicër, u bë marrëveshja e paqes Turqi-Itali, me 18-19 tetor ushtrit Rahatët Ballkanik u hodhën në sulm, gjithë kundër Turqisë. Pra, ishte një sinjal që ushtria turke ishte e dobët. Do të thënë që reformat e Gjon Turqive e shkatruan në ushtrinë turke dhe do të thënë politika atyre që ndodhja thash fillim, do në vend që të jepnin liri popujve, nuk i dhanë, por donin ta osmanizonin një që s'mund bëhesh. Dhe masat që morën ata, masat ushtarake ishin shumë nxituara. Dhe pa pasur parasysh kontekstin multinacional të perandorisë. Ata dhe qeveria këta u mashtrua dhe ka premtimet e fuqive të mëdha që thanë që edhe sigur ata
aleatët ballkanik të pushtojnë pjesë territorit osman, ne nuk do t'i njohim. Dhe i besuan të gjë, por kjo doli ndryshe. Dhe le të vim në